NATO është e shqetësuar se Rusia po kërkon të vendosë armë bërthamore në hapësirë, një zhvillim që mund të kërcënojë mira satelit që rrotullohen rreth tokës, të cilët janë thelbësor për mbrojtjen, si dhe për jetën e përditshme të njerëzve. Alarmi u dha nga shefi i aleancës Mark Rutte. Ne jemi të vetëdijshëm për raportet se Rusia po shqyrton mundësinë e vendosjes armëve bërthamore në hapësirë. Zhvillimi i armëve bërthamore në hapësirë është një mënyrë për Rusinë për të përmirësuar aftësitë e saj, por kjo është shumë shqetësuese, theksoi ai shtoi se në vitet e fundit hapësira është bërë gjithnjë më e mbushur me njerëz, e rrezikshme dhe e paparashikueshme. Ai tha: "Ne e dimë se konkurenca në hapësirë është e ashpër. Hapësira është gjithashtu shumë e rëndësishme për parandalimin dhe mbrojtjen tonë, pa që rëndësishme sa toka, deti, ajri dhe hapësira kibernetike", tha Rutte për gazetën Welt. Nëse Moska do të vendosë armë bërthamore në hapësirë, ajo mund të kërcënojë qindra satelit, jo vetëm ata që përdoren nga Kievi dhe aleatët e tij për të mbrojtur Ukrainën kundër pushtimit të gjithanshëm të Rusisë. Me rreth 7.000 satelitë që aktualisht rrotullohen rreth planetit, sistemet e bazuara në hapësirë ndikojnë drejt për drejt në mënyrën tonë të jetesës, tha Rutte. Ata sigurojnë për shembull që telefonat celular, shërbimet bankare dhe parashikimet e motit të funksionojnë, shtoi ai. Një marrëveshje ndërkombëtare që parandalon një garë armatimesh në hapësirën e jashtme, hyri në fuqi në vitin 67 me nënshkrimin e 114 personave, përfshirë Rusinë. Megjithatë, ai nuk përjashton plotësisht aktivitetet ushtarake në hapësirë dhe, argumentojnë kritikët, mund të mos adresojë në mënyrë adekuate rreziqet që burojnë nga sistemet moderne satelitore. Aleatët e NATO-s po përshtaten me sfidat në hapësirë, duke përfshirë ndarjen e inteligjencës dhe krijimin e qendrave kombëtare të komandës hapësinore, por gjithashtu, shkruan Politico, duke zhvilluar satelit më të vegjël që janë më të manovrueshëm dhe më të mbrojtur, tha Rutte.